Një nder i veçantë, një përgjegjësi e madhe, një mundësi e re për të afruar Amerikën më shumë me ne. Shkruan pikërisht Faton Bislimi, pas një angazhimi të gjatë nga viti 2015 në Sister Cities International, organizatën historike me seli në Washington DC themeluar nga presidenti Dwight Eisenhower, për ndërtuar uramisie mes popujve. Sot ndjen thellësisht i nderuar ndaj me ju lajmin se jam zgjedhur përfaqësues kombëtar country reprezentativ për Kosovën, Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut pranë kësaj organizate të njohur botërisht. Ky vendim i miratuar nga bordi i Sister Cities International në Washington për mua është më shumë se një emër informal, është njohje e vlerësimit punës sime për vite për forcimin e lidhjeve mes kombit tonë dhe miqve tanë amerikanë. Këtë rol të ri do të punojmë me përkushtim për qytetet, komunitetet tona shqiptare të kenë më shumë shkëmbime kulturore, arsimore, ekonomike me qytetet e Shtetit Bashkuara, sepse diplomacia publike është forca që ndërton miqësi të qëndrueshme dhe ardhmja e kombeve tona ndërton ura bashkëpunimi, jo mbimure ndarje. Në ditët të vijim, presidentja e Sister Cities International do t'i dërgojë letrat kredenciale të emërimit tim ambasadave amerikane në Prishtinë, Tiranë, në Shkup, një hap që formalizon fillimin e një kapitulli të ri, thot Faton Bislimi.